إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderojmë Allahun e Madhërisëm, atij bëjmë lavd, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje dhe strejt tek Allahu nga të këqijat e shpirtit ton dhe nga veprimet e këqija në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpijë në humbje, dhe atë që Allahu me drejtësinë në humbje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm pa rival, o dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalët më të drejta janë fjalët e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija të shëmtuara janë ato të shpikurat në fe, çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje shëndon në zjarr. Vëllezër të nderuar, sot do të fillojmë komentimin e librit Umdatul Ahkam, një libër prej librave bazë në jurisprudencën islame, e të cilën e ka shkruar një prej dietarëve të mëdhej të ummetit, Abdul Ghani al-Maqdisi. Para se fillojmë me sqarimin e librit, do të flasim shkurtimisht për biografinë e autorit, që të njihet, të dihet personaliteti i ndritur i dietarit në fjalë. Ky është dietari Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi bin Hasan bin Jafar al-Maqdisi. Ka lindur në vitin 541 sipas Hijretit, në shekullin e 6. Ishte moshatar me dietarin tjetër Ibn Qudamën dhe ishin shok në studime. Pra kanë rrugtuar së bashku në përvendet e ndryshme për të kërkuar dijet fetare. Dhe Ibn Qudamën, dietarëve dhe ky i madh i ummetit, ka qenë i fokusuar në shkencën e fikut. Kur themi i fokusuar me një shkencë, filon dietari, nuk do të thotë që nuk i ka njohur shkenca të tjera. Ndërsa Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, autori i librit Umdatul Ahkam, ky ka qenë i fokusuar më shumë në shkencën e hadithit. Ka kërkuar dije në vende të ndryshme, si në Bagdad, në Egjipt, Asbahan, e në fund ka përfunduar në Damask, ku ka filluar të merret me mësimin e tjerëve, si mësues, edhe të shkruaj libra të ndryshme. E kanë quajtur Amirul Mu'minin fil hadith,
Pra prisi I besimtarëve në hadith. Prej memorizimit që kishte në raport me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si njohës I disiplinave të ndryshme që ngërthen në vete shkenca e hadithit. Pra dhe e kanë dhënë këtë epitet, pra prisi I besimtarëve në hadith. E përshkruajnë si adhurues. Pra, qëndrimet e tij gjatë kryerjes së ibadeteve të ndryshme kanë dëshmuar devotshmërinë e tij. Ishte preciz në realizimin, manifestimin e ibadeteve. Ai ishte me akide besim të pastërt dhe njohës I mirë I gjurmëve të selef salih, pra I gjurmëve që kanë ardhur, që janë transmetuar prej fjalëve, veprave të parëve tanë të mirë. Dhe kur përmenden të parët tanë të mirë, janë për qëllim 3 gjeneratat e para të umetit: sahabët, tabiinët dhe tabiinët. Më të mirë janë pa më dyshje gjenerata e cila e ka shoqëruar Mustafa alayhi salatu wassalam. Pra, ky është I njohës I mirë, edhe me ato çfarë kanë vepruar e kanë deklaruar sahabët, tabiinët, tabiinët. Dhe me këto qëndrime të tij që kanë dëshmuar dritën e pasët të ehlis sunetit, është ballafaqsuar me armiqësi të bidatxive. Nga se bidatxhinjet janë shumë të ashpër kundër ehlis sunetit. Janë shumë të ashpër kundër ehlis sunetit. Dhe kjo është dëshmuar çdo herë në histori. Dërsa ehlis sunneti janë të mëshirshëm dhe të drejtë. Kur jemi të kjo çështje, pra është mirë që besimtarët të njihen me historinë e imamëve, dietarëve, me ballafaqimi I tyre me kryesimtarët, me bidatxhinjet, siç ka qenë shembulli I Imam Ahmedit, që kanë burgos mu'tazilët, që do të thonë ata I kanë folë udhëheqësit, halifës, halifja ka qenë I bindur në akiden e mu'tazilëve në atë kohë, dhe e kanë burgos, e kanë rrahë Imam Ahmedin, dhe ai nuk është ndalë duke mbrojt akiden e vërtet. Dhe Imam Ahmedi nuk ka bë thirrje tek populli që më u çu kundra udhëheqësit. Ashtu kemi pas edhe Ibn Taymija. Pra, bidatxhinjet bashkohen njëri me tjetrin kur janë në pyetje, edhe pse dallojnë në bindje, se ka fraksione të ndryshme, kur është në pyetje ehlis sunneti. Bashkohen, bëhen një kundër ehlis sunnetit. Dhe sot I gjen edhe në përbiseda njerëzit, edhe nëse nuk janë bidatxhi, por janë të ndikuar nga ata që nëse është në pyetje mu kritiku ndonjë dietar që njihet me selefillokun e tij, me sunnizmin e tij të pastër, me thirrjen e tij për në tauhid, njohurinë e Allahut, për në praktikimin e sunetit, për largimin nga shirku, idhëtaria, për largimin nga bidatet. Pra nuk gjen asnjë që e arsytojnë. Shembullin e kemi në këtë kohë.
Shikoni çfarë qëndrimi kanë ndaj Imam Albanit rahmetullahi alaihi. Dhe shikoni çu flasin për butin. E gjenë që e ka kundërshtu Asadin edhe i thot Çakër, kur është në pyetje mu kritiku buti që e ka përkra Asadin, e arsyetën ka një arsye buti. Ama Albani nuk ka arsye për të hiç. Pra nuk e gjenë atë armiqësinë që e kanë ndaj çdo dietari që ka qenë e është i kapën për sunetin. Edhe kështu dietari Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi është ballavaçuar me bidatxhi. Ka shkruar mbi 40 libra të lamive të ndryshme. Pra ka shkruar libra në akide, ka shkruar libra në fik, në çështjet e akhlakut, moralit, edhe në histori lidhe me biografi të ndryshme të personaliteteve të ndryshme. Ka vdekur në ditën e hanë me datë 23 të muajit Rabiul Awwal në vitin 600 sipas hijritit. Ky pra është me pika të shkurtra dietari Hafidhi Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahmetullahi alaihi. Kur jemi të libri i tij, për të cilën edhe kemi filluar nga sonte nëse do Allahu për ta komentuar Umdatul Ahkam, umda i bjen baza, diçka ku mbështetet në të, bazamenti. Dhe ahkam janë rregullat, vendimet fetare. Pra bazat e vendimeve fetare. Këtu Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmetullahi alaihi në përgjithësi ka marrë hadithe nga dy sahihë, nga Sahih al-Bukhari dhe nga Sahih Muslimi. Pra në këtë libër janë mbi 400 hadithe. Dhe Hafidh al-Maqdisi rahmetullahi alaihi këto hadithe i ka përzgjedhur. Pra janë ato hadithe që kanë të bëjnë lidhje se Sahih Bukhari dhe Muslim nuk janë vetëm hadithe që kanë të bëjnë me rregullat, me vendimet e jurisprudencës fetare. Ka tematika tjera si zbie Sahih Bukhari dhe Muslimi. Pra i ka përzgjedhur këto hadithe dhe i ka renditur duke i sistemuar në bazë të kapitujve dhe temave siç kanë vepruar dietarët e shkencës së fikut në librat e tyre që kanë shkruar në fik. Pra, ka bërë një renditje të kapitujve të shkencës së fikut dhe në kapitull ka renditur temat edhe në bazë të këtyre kapitujve dhe temave i ka vendosur edhe hadithet që i ka marrë në përgjithësi nga Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim. Kur jemi te Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim, to janë dy librat më të sakta pas Kuranit. Kurani është që zguxon askush me dyshu me të. Ashtu që shka zbrit nga Allahu, është i ruajtur me gjoksat e njerëzve, me memorizim, pra, dhe i shkruar. Dhe kështu do të mbetet deri pak para kiametit. Se ka më thonë një periudhë, siç kemi folur, ku kemi folur për shajet e kiametit, që njerëzit nuk kanë me ditë asgjë prej muslimanëve vetëm fjalën la ilaha illallah. Se Allahu ka me ngrit Kur'anin edhe çdo sa prej dijes fetare. Përveç fjalës la ilaha illallah.
Pra, pas Kuranit, dietarët e umetit kanë rëndit Sahih Buhari, pastaj Sahih Muslim. Disa e preferojnë Sahih Muslim. Por, a ka hadithe të dobta në Buhari dhe Muslim? Ka. Dhe ato janë të pakta dhe neve mbështetemi në opinionet dhe shqyrtimet akademike që kanë bërë imamët e mëdhenje të shkencës së hadithit. Dhe kjo nuk e ul poshtë pozitën madhore të librit të Buhariut Sahihut dhe të Sahihut Muslimit. Dhe kur themi se këto janë më të sakta pas Kuranit, në përgjithësi gati në tërësi të sakta. Disa dietarë kanë bërë 2 hadithe të dobta dietarë eminent të Buhariu, disa 12 të Muslimi, varësisht pra prej rregullave që i përcakton shkenca e hadithit se si të bëhet hadithi i dopt apo sahih. Por mbi të gjitha ummeti i ka pranuar këto libra për të sakta dhe nuk i kundërshton si libra të hadithit më të sakta që kanë rritur të ne, përveç atyre që kanë marrë rrugën e devijimit. Nuk gjen prej Ahlisunetit që të mos ta doj Sahihun e Muslimit dhe Sahihun e Buhariut. Nuk gjen. Po dhe fraksione tjera. Por ata që e kundërshtojnë hadithin për shkak të bindjeve të ndryshme hadithe në akide, e mundohen me i bë daif vetëm për shkak të bindjes që ata kanë formuar në kokët e tyre, që është në kundërshtim me tekstet qellore, normal se ata vetëm nuk mundën se dinë se dalin me njëherë automatikisht në kufër, se dhe Kuranin e këshin diskutuar a është i saktë nuk është i saktë. Por kur vjen puna të ajeti, lehtësimi të ta për me mbrojt bindjen e tyre të devijuar është me interpretu nga ajo që është shfaqur tekstualisht në ajet kuranor. Ndërsa të hadithet, nëse nuk mundën hiç me interpretu që bëjnë me ajetet, në mënyrë automatike e shpallin të dobët. Nëse s'mundën me shpall të dobët, thonë ky hadith është ahad, edhe hadithet ahad nuk pranohen në akide. Sidoqoftë, këto 2 libra që është mbështetur Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, pra të Buhariu dhe Muslimi, kur themi janë të më të saktat pas Kuranit, tregon rëndësinë edhe të vetë këtij libri që ka shkruar ky dietar, pra bazat e vendimeve fetare. Kanë komentuar plot dietar këtë libër, për tyre është Ibn Daqiq al-Eid, ndërsa për dietarëve bashkëkohor është komenti i Sheikh Uthayminit, rahmetullahi alayhi, pashtu dhe i dietarit Abdullah bin Abdurrahman bin Salih al-Bassam, dhe pashtu i dietarit të mirënjohur Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shinkiti, hafidhahullah. Pra, një libër që është i rëndësishëm për me posedu secila shtëpi. Nga se në Buhari ka shumë hadithe, dhe thamë neve se nuk e vetëm çështjet e fikut në Buhari dhe Muslim, ka dhe tematika tjera në akide, kështu më radhë, tefsir, ndërsa te ky libër, ky dietar i ka thjeshtësuar, i ka mbledhur mbi 400 hadithe që thamë, i ka renditur sikur librat e fikut që janë hadithet, dhe është një lehtësim që kushdo që e posedon këtë libër, dhe shqyrë alhamdulillah është i përkthyer edhe në shqip, është mirë të konsultohet për të,
për çështjet e abdestit, namazit, tejmumit. Kështu me radhë, pra gjitha temave që vetëm do t'i përmendim nëse do Allahu subhanahu wa taala. Kur jemi te ndarja e shkencës së fikhut, shkenca e fikhut dietarët i kanë ndarë në ibadat, pa ritualet e adhurimeve, ku në këtë kapitull hyn si abdesti, pastërtia pra, hyn namazi, zeqati, haxhi, pra shtyllat e islamit. Pastaj kemi muamelat, veprimet reciproke. Këto janë sjelljet në shoqëri, si për shembull shitblerja, si duhet bëhet shitblerja, rregullat e shitblerjes, porosia, testamenti, huazimi, e pra gjëra tjera që janë si veprime reciproke mes muslimanëve. Pastaj kemi munakehat, të drejtat martësore. Këtu rregullohen marrëdhëniet mes burrit edhe gruas, pra se si duhet të kryhet një martesë parimore islame. Pastaj nëse ndodh vdekja, çfarë duhet të bëj bashkëshortja, nëse i des bashkëshorti, shkunorizimi, se ndodh edhe shkunorizimi, rregulla pra, ideti, pritja që është pas shkunorizimit ose vdekjes së bashkëshortit, trashëgimia dhe obligime tjera mes bashkëshortëve që janë. Kapitull tjetër në shkencën e fikut është ukubat, pra drejta penale. Këtu pra definohen kufit e veprave kriminale, pra çka quajnë krim, cilat janë ato krime, kundërvajtjet, përcakton dënimin, masat e përmirësimit, i cakton edhe kompenzimet për kundërvajtje të ndryshme, të gjitha pra dënimet për çdo krim që cilësohet si krim në legjislaturën fetare. Dhe kur jemi te drejtat penale, këtu është për qëllim për më urujt, më mbrojt feja, kjo si gjë primare, pastaj jeta e individit, nderi, mos mund të nderi dikujt, çfarë pashë Islami për mbrojtjen e nderit. Pastaj pasuria, ku ndodhin vjedhjet e pasurisë, kështu me radhë si duhet të dënohen ata hajna bandita, po ashtu dhe mendja, pra që njeriu është i obliguar të ruajë mendjen, mos ta përdor për shembull alkoolin me huk mendjen. Vjet se shumica e aksidenteve në trafik ndodhin për shkak të ndikimit të alkoolit. E tash ndoshta mos ja ka të i kalu telefonin, se po e përdorin shumë edhe telefonin gjatë vozitjes. Pastaj është edhe si temë, për temave në fik është edhe gjyqësia, ku rregullohen çështjet e gjykatës, kush me qenë gjykatës, drejtat e gjykatës, drejtat e atij që gjykohet, e kështu me radhë. Pastaj let për ekspeditat luftarake, se kur bëhet legjitim lufta, kushtet e luftës, e kështu me radhë. Këto janë ato temat që i shqyrton shkenca e fikut. Dhe Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, në bazë të këtyre tematikave që i përmendëm, edhe i ka sistemuar hadithet që ai i ka tubuar mbi 600. Atëherë të fillojmë me hyrjen që ka paraqitur Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, rahmetullahi alayhi, i cili ka filluar me fjalët Elhamdulillahi al-Malik al-Jabbar. Pra falënderimi, lavdërimi qoftë për Allahun, mbretin, madhështorin rregullues.
Pra ka fillu me falendërim ndaj Allahut. Dhe dihet se prej sunetit është fillohet edhe me bismillah dhe me elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu në shkrimet që i ka thënë mbretërve që i ka thirrë në Islam, ka filluar me bismillah. Po ka filluar edhe me falendërim ndaj Allahut. Ma hyrën e ligjërimit, që vetëm neve e thamë në fillim, inna alhamdulillah, vërtet falendërimi takon Allahut. Pastaj, pas emrit Allah, që është emri më i njohur dhe më madhështori, ka përmendur dy emra të tjerë të Allahut, emrin Melik, mbreti, pra në surën Al-Fatiha i kemi dy lexime tek ajeti Malik Yawmiddin, që është më i njohur ky lexim. Pra sunduesi i ditës së llogaridhënies. Po më bën të lexohet edhe Malik Yawmiddin, mbreti i ditës së llogaridhënies. Dhe të emri Xhebbar është madhështor, ai më i madhi i cili i rregullon punët e krijesave. Dhe njeriu kur e shikon vetëm trupin e vet, që ka thënë Allahu, edhe në veten tuaj nuk i ka shini, pra anatominë e njeriut me marrë me shyrë, çysh funksionon organizmi i brendshëm i njeriut, do më thonë është hate e madhe, është diçka madhështore. Këtë ka bërë Allahu Azza wa Jall, El-Jabbar, rregulluesi. Kështu me gjitha krijesa tjera. Dhe kjo dëshmon mbi madhështinë e këtij krijuesi. Pastaj ka vazhduar El-Wahidil Qahhar, i vetmi i gjithfuqishmi. Prap me dy emra të Allahut, i vetëm në qenin e tij. Nuk ka Allahu munda në atë bire dhe shpirt i shenjtë, që shbojnë Nasara, në Zaratistët, që besojnë idhujtarinë e Trinitetit. Pa Allah është i vetëm, nuk ndahet qenja e tij, nuk bëhet tre, as dy, as 10, i vetëm një. Emri El-Qahhar, i gjithfuqishmi. Pra, fuqia e tij që mposhtë çdo gjë, askush nuk mund t'i dalë Allahut përballë. Prandaj, këtë moment njeriu kur e lexon këtë emër të Allahut dhe i bëhet me dije se domethënia e tij është se askush nuk mund t'i dalë Allahut përballë, se çdo gjë është e mposhtur përballë fuqisë së tij madhështore, është e mjaftueshme që ai të dorëzohet Allahut. Allahu halon të lirë në këtë jetë, dash beson, dash mos beson njeriu. Fundin e ka me ballafaqimin me vdekjen, që aty do të filloj gjykimi i tij. Aty ka me kuptu të vërtetën. E llogaridhënien pasi të ringjallet. Por këta emrat Allahut, që po i përmend autori 5 emrat, dhe më tani, emrin Allah, Melik, Jabbar, Wahid, Qahhar, mjafton për njeriu të meditojë mbi këta emra, edhe e rregullon besimin e tij, edhe veprimet e tij në raport me krijuesin e vet. Zotën Allahu Azza wa Jall na ka shfaq veten e tij përmes emrave dhe atributeve të tij madhështore. Kushdo që i lexon emrat e Allahut, cilësitë e tij dhe mediton drejt parimisht mbi to, ai e kupton besimin e drejt, e fuqizon në vetvete dhe nuk ka shans që të përqafoj mohimin e ateizmin.
Se lindi ateizmi në Evropën të madhe. Pse logjika e shëndosh nuk arriti me kuptu besimin që thirri në nazaretizmi me gjitha sektët e veta, e që në Evropën perëndimore të koncentruar kanë qenë protestantët, katolikët dhe pastaj protestantët. Pra, nga një besim që thot Zoti lindi, Zoti u rre, Zoti u gjakos, Zoti u kryqëzu, Zoti vdiq, Zoti u braktis prej kolegëve të vet. Pra, ky Zot besohet. Dhe njerëzit, kur kanë analizu mirë këtë besim, do thonë, s'pas ka Zot. Po momentet kur logjika e shëndosh ndeshet me citatet kuranore që flasin për emrat dhe atributet e Zotit, vetëm kryeneqat, mendje mëdhej, dhe ata që janë verbruar intelektualisht, e refuzojnë të vërtetën absolute. Pastaj ka vazhduar me shahadetin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pra, dhe dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i vetëm i cili nuk ka shoqërues. Për të. Për Allahun s'ka dikush që i hin ortak një bo. Dhe fjala ashhadu, dëshmoj, pra me gjuhë, dhe besimtar me zemër, kur robi këto dy gjëra i thot, një person i cili do me pranu Islamin, kur ai e deklaron la ilaha illallah, edhe që ato që o ka thot me gjuhën e tij është i bindur në zemrën e tij, është besimtar në ato që është duke deklaruar, atëherë ky hyn në Islam. Dhe Sheikhu Themini, rahmetullahi alejhi, në komentin e Umdatul Ahkam thot kush beson në të, pra në dëshmim fjalën la ilaha illallah, me zemrën e vet, dhe e shqipton me gjuhën e vet, ky është besimtar, ky është musliman. Ky ka hyrë në Islam. Pra, njeriu për mu bë musliman duhen dy shtylla. Duhet bindja në zemër edhe shqiptimi me gjuhë i fjalës la ilaha illallah. Me çdo dy shtylla, personi bëhet musliman. Vepra e gjymtyreve nuk është shtyllë për me saktësu hyrjen në Islam, për me arrit bazën e imanit. Vepra e gjymtyreve është shtyllë në imanin obligativ. Çka është imani obligativ? Imani obligativ është imani që shtohet, rritet prej bazës së tij. Nuk ka iman pa vepra të gjymtyrave, kuptojnë selefi, çka është për qëllim? Nuk ka iman të shtuar. Se po kuptua fjala e selefit, të parëve tonë se nuk ka iman pa vepra të gjymtyrave, sa është për qëllim baza e imanit, atëherë për me hyrë njeriu në Islam, po duka dhe shtylla e tretë. Nuk mundet mjë pranu njeriu Islami pa u bind, pa deklaru edhe pa bo një vepër me gjymtyrët e tij. Po këto kërkush se ka thonë prej selefit. Po njeriu pranohet si musliman kur bindet edhe kur deklaron. Për bindjen në zemër, ai mund të mos e ketë, na nuk e di. Ne gjykojmë atë që e shohim. Nëse është hipokrit, ka ballafaqim me drejtsinë minore. Po nëse nuk e deklaron dëshmin, prapë neve nuk ja pranojmë Islamin nëse e ka në zemër, se na nuk e dim çka në zemër. Për çdo arsye është shtyllë mu deklaru Islamin. Po nuk u deklaru, nuk njihesh si musliman. Dhe sa vepra gjymtyreve
është shtyllë në iman, në cilin iman, në atë që shtohet. Nuk mundet imani më shtu pa vepra të gjymtyrëve. Prandaj havarizët edhe murxhijat këtu kanë devijuar, se nuk e kanë pranuar imanin që rritet edhe pakohet. Havarizët kanë thonë veprat se ngjish prej imanit, se për ta imani nuk shtohet, ose si kanë fut veprat e gjymtyrëve në iman. Havarizët i kanë fut veprat në iman, edhe thonë imani nuk shtohet, sikur murxhijat. Dhe nëse s'ka vepër, ai nuk është musliman. Dërsa Ahlusuneti thot, braktisësi i veprave të gjymtyrëve, duke mos i mohuar ato, është mëkatar. Edhe njerëz të tillë Zoti do t'i dënoj në amshushmëri, por jo përjetësisht qysh i dënon pabesimtarët. Fjala La ilaha illallah është e ka mohimin edhe pohimin. Pra nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra nuk ka të adhuruar, mohon çdo adhurim që është i kotë. Edhe pohon adhurimin e vërtet që e meriton kush? Allahu i Madhërisht. Prandaj është gabim ata që e përkthejnë fjalën La ilaha illallah, se nuk ka Zot, nuk ka krijues, apo nuk ka sundues, apo nuk ka gjykues përveç Allahut. Apo nuk ka sundim përveç Allahut. Tu janë përkthime katastrofale. Nga se nuk është qëllimi i fjalës La ilaha illallah me dëshmu se krijuesi vetëm Allahu. Për krijues që kanë besu Allahun, e kanë besu edhe Ebu Gjeli, edhe Ebu Lehebi, edhe mushrik, këtë arab që kanë qenë në atë kohë. Këtë e kanë besu se Allahu është krijuesi. Ku ka ardhur fjala La ilaha illallah, e kanë luftu. Pse? Pse fjala La ilaha illallah e kanë kuptuar ata drejt çka ka të thonë. Çka ka kërkon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që më thonë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Me ilan të adhurumit ata që i kanë adhuru Latin e Uzza dhe Minatin, mi u kthy vetëm Allahut azza wa jalla. Pra, kjo është kuptimi i drejtë i fjalës La ilaha illallah. Pastaj ka vazhduar Abdul Ghani al-Maqdisi rahmetullahi alayhi me fjalët Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Pra Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çfarë ka mes tyre. I gjithë fuqishmi, falsi i madh. Pra, është kthyer edhe një herë për të dëshmuar sundimin e Allahut që ai është Zoti mbikëqyrësi i qiejve dhe i tokës dhe çfarë ka mes tyre. Ai është i gjithë fuqishmi, El Aziz, edhe ka përmendur emrin tjetër El Ghaffar, falsi i madh. Që njeriu këtu me balancu mes frikës tek Allahu, se më njëherë kur lexohet fjala El Aziz, emri i Zotit i gjithë fuqishmi, njeriu ai që ka mend e din se përballë ka të gjithë fuqishmin. Nuk guxon me çu kry. Nuk guxon me shpreh revolt, rebelizëm, para kujt po do me shpreh kundërshtimin? Para të gjithë fuqishmit. Po në anën tjetër, nëse ti e ke pasur të kaluar me mëkatime, në momentin kur e lexon emrin e Allahut që është falës i madh, zemra rre për më kthy tek ky krijues i butë. Që është për ata që pendohen. E është i ashpër kundër arrogantëve, tiranëve. Është i drejtë në gjykimin e tyre që jep me merit dënimin. Po ai është i mëshirshëm, i butë me ata që shprehin pendesën e i kthehen me sinqeritet krijuesit madhështor. Pastaj ka vazhduar
Abdul Ghani al-Maqdisi me pjesën e dytë të dëshmisë wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar. Pra dhe dëshmoj se Muhamedi është rob i Allahut dhe i dërguar i tij, i zgjedhur dhe i përzgjedhur. Pra, tre grupe njerëzish i kemi në raport me qëndrimin ndaj profetit të dërguarit Allahut Azza wa Jall. Kemi ata të cilët e adhurojnë dhe ngrisin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi limitet që Allahu ja ka përcaktuar. E adhurojnë, kërkojnë ndihmë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kur kërkojnë ndihmë prej shehet, që ai se i ka mësuar se duhet me kërku ndihmë edhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, normal që ata nuk nalen me këtë idhujtari. E që jepin atribute hinore pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi grupin tjetër të devijuar të cilët e përgënjështrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e pranojnë për të dërguar. Dhe grupi mesatar janë të drejtit, të cilët i qëndrojnë besnik dëshmisë deklaratës pjesës së dytë islame, që është se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Robi i Allahut i deklason bindjet idhujtariste që e ngrisin në ilah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me fjalën i dërguari i Allahut i kundërshtojnë përgënjeshtruesit të cilët nuk e pranojnë profecinë, mesazhin që i ka zbrit Rasulullah alayhi salatu wassalam. Për këtë një fjalë të fortë e ka lënë imami djetari islami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, i cili ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Abdun la yu'bad. Ai është rob i cili nuk adhurohet. Sa adhurimi është për Allah. Wa rasulun la yukadzab. Edhe është i dërguar i Allahut i cili nuk përgënjeshtrohet. Marrëmend, fjala fort. Pejgamberi është rob i cili nuk adhurohet. Por është i dërguar i Allahut i cili nuk përgënjeshtrohet. Fjala e djetarit Abdul Ghani al-Maqdisi që përmend cilësimi i pejgamberit që është si Mustafa, i zgjedhuri. Çka kuptojmë kur përmendet i zgjedhur Mustafa, kur përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pra, i zgjedhur prej të zgjedhurve, se ka dhe të zgjedhur tjerë që i ka bo Allahu, e prej që atyre ajkës së personaliteteve të ndryshme të njerëzimit që Allah i ka zgjedhur, mesin e tyre ka zgjedhur më të kompletuarin që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çto ka kuptimin fjala Mustafa. Dërsa Mukhtar, i përzgjedhuri, kuptimi është se që ky personalitet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përzgjedhur që m'ia dërguar shpalljen e fundit. Kjo është ai kuptimi që e ka një farë lloj dallueshmërie mes Mustafa dhe Mukhtar. Pastaj ka thënë salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fjalët sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'd. Bekime, paqja, shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shoqëruesit e tij të zgjedhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas shok të këqij. Dhe kushdo që e zgjat gjuhën për me fol keq për njërit prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dini se zemra e tij është e rrejtitur. Vetëm për një sahabi. Kushdo që fol dhe mundohet me e ul
personalitetin e një sahabiu, me folë keq për të, me fjalor të ullët, dini se ai nuk është në rregull me besim. Nuk mundet një sunni, një prej ehli sunnetit, me zgjat gjuhën, me folë qoftë vetëm edhe për një sahabi. Me ofendu rruna sot. Prandaj, prej shejave që njeriu më dallu që është ehli sunne, është që shpreh dashuri, respekt për shokët e Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nësa prej shejave të hipokrizisë, devijimi, lajthitjes, është që ka mendim të keq qoftë edhe për një sahabi. E ku janë rafidit që shumicën i qesin kufër, një pakic që i thojnë janë të mirë. Prandaj, për imanit është me i dasht ata që i duan sahabit. Për imanit është me i urrejt ata që i urrejt sahabit. Emma bad, fjala emma bad, emma pastaj, është shpreje e cila aludon se tani është ka kaluar me një temë tjetër nga ajo që u përmend, si hyrje. Si prezantim, që ka filluar me falëndrim ndaj Allahut, me emrat që i përmendëm, me dëshmin, me dy dëshmit, dhe me selavatet që i ka thënë ndaj pejgamberit, familjes të tij dhe shokëve të tij. Dhe vazhdon Abdul Ghani al-Maqdisi rahmetullahi alayhi të thotë, fa inna ba'da ikhwani, disa nga vëllezërit e mi, sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam. Pra kanë kërkuar nga unë që me i përmbledh disa hadithe që trajtojnë çështjet e vendimeve fetare. Mimma ittafaqa alayhi al-imaman. Në atë që kanë rënë pajtueshmëri dy imamat. Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, rahmetullahi alayhi, pra për Bukhariun, wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi al-Naysaburi. Pra i ka përmend emrat se njën ta dy djetarë, e që në umet si më të njohur me emrat e Buhariut dhe Muslimi. Se ti thu Buhariu Muslimi, e dinë se për kënë është fjala. Dhe vazhdon thot, fa ajabtuhu ila sualihi raja al-manfaati bihi. Pra ju kam përgjigjur kërkesës së atyr me shpresën që të kemi dobi në të. Wa as'alullaha an yanfa'ana bihi. Pra dhe lusim Allahun e madhreshëm që të kemi dobi në këtë punë, në këtë vepër. Wa man katabahu, edhe ata që shkruajnë çto se unë më ka përgatiti. Au sami'ahu, apo ata që dëgjojnë. Po lutet ky dietar që dhe jo vetëm ky me marrë shpërblim të Zotit, po dhe ata që shkruajnë, edhe ata që e dëgjojnë, au qara'ahu, apo ata që e lexojnë, au hafidhahu, apo ata që e memorizojnë, au nadhara fihi, apo ata që shikojnë në të, qoftë edhe për pak. Një hadith, dy e shikojnë me marrë dhe ata shpërblimet e Allahut. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim. Dhe këto me bë pastër për hir të fytyrës së tij të ndershme. Për hir të fytyrës Allahut azza wa jalla. Mujiban lil fawzi ladayhi fi jannati an-na'im, pra duke e shpërblyer me xhennetet e begatshme, fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Ajo është që neve na mjafton dhe është mbrojtësi më i mirë. Kjo është hyrja që ka paraqitur Abdul Ghani al-Maqdisi, lut Zotin Madhreshëm na furnizojë me dije të pastërt, na solis personalitetin tonë me devotshmëri, të shëroj smundit tonë, të mëshiroj vdekurit tonë, wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.